Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa usalli wa usallimu ala an-nabiy al-mustafa al-amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Allahun e falenderojmë, i jemi mirënjohës për gjitha begatit me të cilat na ka bekuar dhe nderu. Jemi mirënjohës në mënyrë të veçantë që na ka mundësuar që sonte të vazhdojmë shoqërimin ton. Jemi në takimin e radhës të surës Shuara, do të flasim për disa kalimthi, pra për disa mësime nga praktika e Ibrahimit a.s. Sot një javë kemi folë për Ibrahimin a.s. gjithashtu, po nëse e manin men, kom thonë, nuk është mësime prej surës Shuara që e kemi fillu, po ka qenë një mësim prej surës Safat, për arsye se aty është rrëfimi për Ibrahimin edhe Ismailin edhe për kurbanin. E duke qenë se ishim prag të festës së Kurban Bajramit, e trajtuam atë fragment nga jeta e Ibrahimit a.s. jashtë kësaj serie gjithsesi. Ndërsa sonte do t'i lexojmë ajetet prej 69 deri në 89, po më duket, 21 ajete, në cilat Allah i madhruar rrëfem për Ibrahimin a.s. do t'i lexoj për kthimin, e pastaj do të bëjmë fjalë për këtë rrëfim të veçantë. Ky rrëfim është i veçantë për një arsye se Allahu në fillim të këtyre ajeteve thotë watlu alejhim naba'a Ibrahim, dhe lexoja atyne rrëfimin për Ibrahimin. Tashmë po e dim të gjithë se për Ibrahimin a.s. Allahu flet shumë në Kur'an, në vende të ndryshme, në sure të ndryshme, mirë po është vendi i vetëm ku Allahu e urdhëron pejgamberin e vet, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që me ju citu rrëfimin ummetit. Domethënë, për atë arsye është i veçantë ky rrëfim, thotë Allahu i madhruar në atë që do të ishte kuptimi për afërt i atyne ajeteve. Dhe tregoja atyne diçka nga historia e Ibrahimit. Kur i tha babait dhe popullit të vet, çka ose çfarë jeni duke adhuruar? Ata i thanë, ne adhurojmë idhuj dhe vazhdimisht u jemi besnik atyne. Ibrahimi tha, a ju dëgjojnë ata kur u luteni dhe a ju sjellin juve dobi apo dëm? Ata thanë, jo, për kështu vepronin edhe prindrit tanë. A i tha, apo shifni se çfarë po adhuroni, ju dhe etrit tuaj të hershëm, në të vërtet ata që adhuroni ju, që të gjithë janë armiqtë e mi, por jo Zoti i botëve. Pra të gjithë ata që i adhuroni ju janë armiqtë e mi, por jo Zoti i botëve, i cili më krijoi mua dhe është ai që më udhëzon, i cili më jep ushqim dhe më jep të pi. Dhe kur sëmurem është ai që më shëron. Dhe është ai që do të më bëj të vdes e pastaj do të më ringjall. Dhe ai është i vetmi tek i cili kam shpresë se do të mi falë gjunahet e mia në ditën e gjykimit. O Zoti im, më dhuro urtësi dhe më bashko me të mirët. Bëj që të më përmendin për mirë ata që do të vinë pas. Më bëj prej trashëgimtarëve të xhennetit të mirësive dhe fale babain tim se ai është vërtet nga të humburit. E mos më turpro mua ditën kur njerëzit do të ringjallen, ditën kur nuk bën dobi as pasuria dhe as fëmijët, ditën kur do të shpëtoj vetëm ai që i paraqitet e Zotit me zemër të shëndosh. 20 ajete, 21. I lexuam shpejt për arsye se, sikur se e dini, ajetet e surës Shuara janë të shkurtra edhe lexohen kollaj. Janë fjalë të shkurtra, po duke qenë se janë fjalët e Allahut fuqiplot, padyshim që janë shumë të veçanta. Në renditjet e rrëfimeve kuranore për pejgamberët, për të zgjedhurit e Allahut fuqiplot, në suret e ndryshme përveç kësaj, ku përmenden Nuhu edhe Ibrahimi, alayhimus salatu wassalam,
Nuhu përmendet pothuajse gjithkund para Ibrahimit a.s. Po në këtë rast, Ibrahimi përmendet para Nuhut. Arsyet janë të shumta, po edhe arsyet e përmendjes së gjithë këtyre rrëfimeve të këtyre burrave të mëdhej në këtë sure, gjithashtu janë shumta. Besoj që nuk keni harru kur kemi folë për në fillim, si hyrje për surën Shuara, kur e kemi përmend aty që Allahu ka përshkru shpalljen, pastaj ja ka dhënë një vërejtje pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur i ka thonë la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. A do me e qu vetën poshtë ti, pse këta s'po besojnë? Kjo ishte vrejtje që Allahu ja dha pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kjo vrejtje tregon për një gjendje të pikëllimit të thellë, të keqardhjes së thellë, që e kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak të mosbesimit të njerëzve. Ai i threste me fjalë të Allahut fuqiplot, ata e refuzonin e ky mërzitej. Ai i bekum ua dëshironte të mirën skajshmërisht, e ata sërish ja dëshironin vetës të keqen, për arsye se nuk ka mundësi me qëndru, nuk ka mundësi me konë e vërtet, me thonë dikosh, unë ja du vetit të mirën, ose unë e kam zemrën e pastër, ose unë e kam zemrën e bardhë, ose unë e kam zemrën e shëndosh, edhe me ecë në kahjen e kundërt me mësimet e Allahut fuqiplot. Me ecën në kundërshtim me mësimet edhe thirrjet e pejgamberëve alayhimus salatu wassalam. Andaj pejgambert kanë qenë dashamirësit më të mëdhej për njerëzimin dhe pikërisht për shkak të kësaj ka qenë edhe mbetet obligimi njerëzve që pejgambert e Allahut me i dashur mas tepërmi, e për neve si ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe mbetet obligim që Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me e dashur më shumë se atë dashuri që shkon përpjet, se atë që zbret të poshtë edhe se atë që shtrihet në rrafsh. A është kështu apo jo? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nuk ka besu asnjëri prej juve. Pra nuk ka besu ashtu siç duhet asnjëri prej juve, derisa të mos jemi më i dashur tek ai dhe për te, se sa babai i tij, që është dashuria që shkon te lart, dashuri me respekt, ose se sa fëmiu i tij, që është dashuria që zbret te poshtë, dashuri me dhëmshuri dhe rahmet, wan nasi ajma'in, dhe se sa të gjithë njerëzit, e kjo është ajo dashuria e rrafshit horizontal. Pse? Për shkak se kërkush në dunja nuk na e ka dashur të mirën më shumë se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai njeri të cilit i ka ardhur vërejtje prej qiellit, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, apo don ti me myt veten, apo don me shkatërru veten, pse ata s'po bëhen besimtar. Kjo hymje ka tregu se sa afër zemrës e merrte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndrimin edhe përgjigjen, po të them edhe refuzimin e kurejshitëve në atë thirrje të mirë, të bukur, të butë, të formuluar mirë edhe këndshëm, e që realisht ata refuzonin, edhe pastaj Allahu i madhruar i lëshonte shpallje, i shpallte ajete, i tregonte rrëfime, i mësonte përvoja, i përmendte bashkë udhëtar të kohrave të ndryshme, po të rrugës së njëjtë, dhe ngushëllonte robën e vet, ngushëllonte pejgamberin e vet me gjithë këto rrëfime. Rrëfimi për Ibrahimin alayhis salatu wassalam dhe ardhja e tij në këtë sure me fillimin watlu alejhim naba'a Ibrahim. Dhe lexoja u atyne rrëfimin për Ibrahimin, sipas gjitha gjasave, është edhe për shkak se njerëzit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e sidomos
Kurejshetët e sidomos ata që në një farë mënyrë edhe e refuzonin thirrjen e pejgamberit alayhis salatu wasalam, ata në një farë mënyrë kishin qef edhe ndiheshin komod me u identifiku me Ibrahimin alayhis salatu wasalam. Edhe pse çfarëdo identifikimi prej anës së kujtdo prej mushrikëve, idhujtarëve, me cilin do njeri të mirë, me cilin do pejgamber të zgjedhur të Allahut, me cilin do besimtar, çfarëdo identifikimi i këtij është i padrejtë edhe i pavend, por ja që njerëzit kanë prirje me e refuzu ato të ngatin e me u thirrë të një i largët edhe pse realisht mes tyre mundet mos me pas dallim. I ndëgjojmë na edhe sot në ditët tona ka njëherë do njerëz të thonë, vallai hoxhallarët na shurdhut, e na keni lodh, e na keni tesh, jeni bot bezdisshëm e kështu me radhë, por këshyre filon hoxhën, filon venin, sa i mirë ai. Realisht edhe ai është i mirë, pa dyshim, po edhe ky këto që ty po të doket i bezdisshëm, edhe ky është i mirë. Po prirja njerëzore me refuzu të afërmin e me e promovu ato të largëtin. Pse? Se ai i largëti s'ja ka prish kur këtij. S'ja ka prish kurtimin e dohanit, kur si ka thonë Agjisil, bën kështu ose mos bën kështu, fal ose agjëro ose jep ose bën u burri mirë ose hiq dorë prej aty në punëve të liga, e tash me përzgjedh apo me selektu diçka me lon, me ata ja ban gjit makollaj. A me këto që e kinë shpe, kës s'ta bon qefe. Si do që tjetë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra mërzite edhe bezdisej shumë, pse njerëzit nuk e pranonin krahas gjithë asaj dashamirësie. Edhe krahas gjithë ati kujdesi për me koni buti, mirë, i sjellshëm, zemërgjan, tolerant, me zgjedh fjalët më të mira për me fol, edhe Allahu prap i thonte فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Për shkak se Allahu ishte i mëshirshëm me ty. Ti u bone i butë me ta, sikur ti ishe i vrasht, ata do të iknin prej teje. Po ky i bekum, alayhi salatu wasalam, edhe me gjithë mundësinë që kishte, prap kishte njerëz që e refuzonin. Dhe për këtë punë mërzitej shumë, e Allahu i madhruar i sillte atij përvojat e pejgamberëve që megjithatë ishin edhe frymëzuese, po edhe ngushëlluese njëkohësisht për pejgamberin alayhis salatu wassalam. E përvojat e kemi thonë, sidomos këto ditë, ndoshta çdo 2-3 javë të fundit, nuk e di që kemi folë më shumë se sa për veprat edhe praktikat edhe përvojat edhe mësimet e Ibrahimit alayhis salatu wassalam, për shumë arsye. E tash i ka ardhur rradha me folë edhe në këtë kontekst. Allahu këtu e ndriçon një aspekt të jetës së Ibrahimit alayhis salatu wassalam, thot, dhe citojo atyne rrëfimin për Ibrahimin, i cili i tha babait dhe popullit të tij, çka po adhuroni, kujt po i bëni ibadet, babait dhe popullit të tij. Ibrahimi alayhis salatu wassalam, sikur edhe të gjithë pejgamberët, kur kanë fillu thirrjen, nuk kanë shku të i largëti para se me përmbush detyrën të i afërmi. Allahu i thot pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pikërisht në këtë sure për cilën jena doja fol, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dhe tërheqi urrëtitjen familjarëve të tu më të afërt, farefisit tënd më të afërt. Prej tyne filla. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej tyne ka fillu. Po dhe pejgamberët e Allahut prej të afërmëve të vet kanë fillu. Dhe Ibrahimi alayhis salatu wasallam filloi me babain e vet edhe me popullin e vet. Idh qala li abihi wa qaumihi. Kur i tha babës të vet edhe popullit të vet, kjo shprehja baba i vet në vetën e tretë, ose baba i im, që përmendet për shembull në surën Maryam, Allah i madhruar përmend çu shka debatu, çu shka fol, çu shka po muhabet Ibrahimi alayhis salam me babën e vet, edhe janë aty katër fjali madhështore, ku secila prej tyne fillon me ja ebeti, që kuptimin e ka jo thjesht o baba im,
po e ka kuptimin, o babai im shumë i respektu. Do të thonë kulminacioni i respektit edhe në thirrje, edhe në formalitet. Pikërisht këto e kanë bë pejgambert e Allahut, e pikërisht këto e ka bë vetë pejgamberi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Edhe fillimi i thirrjes tij ka qenë te baba. Po njëkohësisht edhe sfida e tij pothuajse më e madhe, edhe më e rënda, ka qenë pikërisht vetë baba. E kjo ndodh për diçka që na s'mundëm me deshifru pse. Po s'kemi çfarë pa thonë, kjo ndodh për shkak se Allahu çashtu ka caktu, edhe Allahu robërit e vet i sprovon çysh don. Në mënyrë të pavarur, edhe ligjin e sprovave Allahu e paraqet, edhe sprovat vijnë pa dëshirat tona, edhe pa zgjedhjet tona. Nuk ka në dunja, edhe nuk ka dikush gjatë jetës tij që ka mujtë me zgjedh sprovën, llojin e sprovës. A me qenë smundje, a me qenë varfri, a me qenë frikë, a me qenë shëndet, e pasuni, e siguri, a me qenë kështu, a me qenë ashtu, po Allahu i ka qu, ndoshta ashtu qysh njeriu edhe nuk i ka prit. Po sidos që tjetë Ibrahimi alayhi salatu wassalam e kishte sprovë babën e vet, po në këtë sprovë Ibrahimi alayhi salatu wassalam u tregu skajshmërisht i mirë. Më lejoni të them diçka vllazën, edhe mundoni me e majtë në mend çeta. Kur e shohim çysh ka reagu Ibrahimi me babën e vet, edhe çysh do ta përmendim edhe pak më kur të flasim për do ajete aty, e shohim se pejgambert e Allahut në përgjithësi, sa ma keq që janë sill njerëzit me ta, ata edhe më tepër e kanë rregulluar sjelljen e vet edhe reagimin e vet. Po e përsëris edhe një herë. Pejgambert e Allahut, sa ma shumë janë kundërshtu, sa ma vrazhd u është reagu, ata janë bo edhe ma të butë, edhe ma të mirë, edhe ma të matën, edhe ma të sjellshëm. Shembullin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me atë jehudijun që ja ka lyp borxhin, e kemi përmend disa herë, ai ka ardhur me qëllim me provoku edhe i ka thonë, kthejmë atë borxh se ju bijtë Abdul Muttalibit, që shto eshit, po dishit me marrës, po dishit me kthy, një farë provokimi të rënd ja bën, aty Omer radiallahu an reagon ashpër edhe i thotë stashun ta jeki kokën, çysh ti e ofendon pejgamberin. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë Omerit, Omer, lese ky burri ka drejt se unë i kam borxh, kthejani borxhin. Lajani prej arkës shtetit se s'ko mujt me ja kthy, edhe për shkak se e tmerrove, se i tha ta jeki kokën, kompenzoje me diçka ekstra. Ja i burri masanit të shku me Omerin për me marr hakun e vet, i thotë Omerit, çysh bre po në ty të një për burr të matun. Jo, thot, nuk e pata për një mend, veç e kom lexuar në ato librat tona, në ato shkrimet tona të shejta, se prej shenjave identifikuese të pejgamberit fundit, është se sa herë shtohet vrazhdësia e sjelljes me ta, aty në ushtohet butësia e reagimit. Sa herë ushtohet sjellja e keqe, aty në ushtohet sjellja e mirë, si reagim, si reakcion, thot edhe u binda, që shto janë pejgambert e Allahut. Që shto kanë Ibrahimi alayhi salatu wassalam, i cili ka pas shumë sprovë babën e vet, që është përmendur në rrëfimet të ndryshme, edhe një prej tyne janë detajet e këtu në surën Shuara ose detajet në surën Maryam, ku baba e kundërshton Ibrahimin alayhi salam, ky e thret hala me butësi, ai përveç se e kundërshton tani e kërcënon, dikur e kërcënon me vrasje, edhe realisht çashtu edhe ka ndodhur me vra, pse Allahu i ka dhënë ymër është tjetër mohabet. Du të them, e ka pas sprovë babën, po me te e ka shtu deri në maksimum reagimin, mirësin e reagimit, edhe butësin e reagimit. Çka është mësimi i kësaj për neve? Çka do të dojnë na me majtë në men? Prej që sajtë ndërru vllazën, na do të me majtë men, se kur nuk kemi arsye me thonë, u solla keq me filonin se ai janisi i pari. Ai më ofendoj e më shajti, s'pata qare pa ja kthy. E ku është dallimi? Nëse ai është i keqe, apo thua është sjellja e keqe, apo thua është provokimi i keq, apo thua është i keq ofendimi, po, pse po e kthen me të njëjtën mas, s'pata qare, pse s'pata qare? Nuk u tregove i vetë për mbajtën, nuk u tregove i durushëm, nuk e zgjodhe edhe nuk e ndoqe shembullin e pejgamberëve. Po, shumë lehtë
i hape rrugën shejtanit për me ndiku te ti. Ibrahimi a.s. Nuk është që pejgambert e Allah gjithmonë ishin të butë. Ata dinin me qenë edhe shumë të rept. Ama, kur e ka lyp nevoja. Po në raporte me njerëz kanë qenë të butë, në raporte me të vërtetën edhe të pavërtetën kanë qenë të paluhatshëm. Edhe këte e dëshmojnë fjalët e Allahut që po i citojmë në fillim, në vijem, kur Ibrahimi i tha babës vetë edhe popullit vetë, çka po adhurani, kujt po i bani ibadet? Ata thonë, na'budu asnamen, po i adhurojmë do idhuj. Jo, po adhurojmë idhuj. Fenadhallu leha akifin. Madje, jo vetë që po i adhurojmë, po do të qëndrojmë gjatë një qëndrim me përullje për ta. Do thonë, jo veç hajtë shkele shko, me shku që aty një përkullje, që i bojnë edhe sot ka njëherë njerëzit, jo të qastit, jo, a thotë, në dhallu leha akifin, na do të qëndrojmë në përkullje të gjatë, edhe të vazhdueshme ndaj tyne. Ibrahimi a.s. Ja u kanë ngacmu në kuptimin ma pozitiv të fjales, gjithmonë logjikën edhe arsyen, mes tjerash në këtë rast i pyet, hel yasma'unakum idh tad'un, mirë, ju po qëndroni me përullje ndaj tyne, sigurisht edhe i lutni, edhe i fresni, po, a ju dëgjojnë ata? A ju dëgjojnë? Pastaj vazhdon me pyetjen tjetër. Eu yanfa'unakum, eu yadhurrun. Apo, a mos ju sjellin dobi ata? Apo mos ju sjellin dëm? Tash pse dobi edhe dëm, pse jo veç njëna? Dobia është diçka që të josh, dëmi është diçka që të frikson. A i keni prej frikës a prej shpresës, edhe ata nuk kanë përgjigje, thanë, qalu bel wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun. Jo valla, as njëna as tjetër, as në ngojnë, as kena hajrë prej tyne, as kena shërë prej tyne, as absolutisht kur farë mësime, kur farë logjike, kur farë arsye nuk na ka pru deri çto, hiç. As kena lexuar për libra, as i kena lodhur mendjen me arte që ky përfundim, po veç një justifikim për themi, wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun. Çështu i kena gjetë baballar, edhe çështu po bëjmë edhe na. Ajo logjika e fesë të parëve. Të na përdoret si logjike rrejshme e paqëndrueshme. Mirë po edhe aty ku mundet me pas një mungesë shkputje, një vazhdimsi, prap nuk është logjik, pse dikush ka jetu para teje, edhe ka gabu, s'është kusht që ato me e pasu. Ibrahimi a.s. i thot, e fara'aytum ma kuntum ta'budun, antum wa aba'ukum al-aqdamun. E po, çato cilve ju po ju bëni ibadet. Ju dhe baballarët e ju i thershëm. Pra, jo veç baballarët edhe gjyshrit e stërgjyshrit e meral, fa innahum aduwwun li. Ata janë armiqtë e mi. Kur ka thonë ata janë armiqtë e mi, kuptimi dhe qëllimi është me tregu një distancim të prerë me shirkun, me idhujtarin, me punë të këqija, me tregu se unë në asë një pikë nuk identifikohna me atë mënyrë të mendumit, me atë mënyrë të besumit, me atë koncept edhe mënyrë të tjetumit. S'kom kur gjë të përbashkët. Fe innahum aduwwun li. Ata janë armiqtë e mi. Illa rabbel alamin. E Zoti i botëve nuk është i këtill. Zoti i botëve nuk është i këtill. Zotin e botëve e përjashtoi prej gjithë kësaj, edhe që ju thash, edhe që më thatë, edhe që ju pyeta, edhe që u përgjigjet. Për arsye se në radhë parë këto që ju po i bani ibadet, ka kanë origjina, ka erdha. Ju vetë i keni ndërtu me durët e juja. Do thonë, idhujt, njeriu i krijan, i ndërton, i formson. A njeriu Allahu e krijan, çto është dallimi? Do thonë, ju i keni kriju me durët e juja. Allahu nuk është ashtu, se është krijues. A ju dëgjojnë, ju thatë jo, Allahu dëgjon. A ju shohin, përgjigjja është jo, Allahu sheh. Dami dobia, as nuk sjellin dobi, as nuk bojnë dam, Allahu i madhruar, edhe e sjell dobin, edhe e ofron atë, edhe udhëzon ka ajo, edhe tërheq vretjen prej damit, po me dash dikon me e dëmtu edhe e dëmton.
Qëtu është Allahu, Zoti i gjithësisë, illa Rabbel Alamin, ata janë armiqtë e mi, por jo edhe Zoti i gjithësisë. E tash fillon Ibrahimi a.s. me folë për Zotin i gjithësisë, kush është? Thot, Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Ai që më krijoi, e i cili më udhëzon, më krijoi, shprehje e kohës të kalume, e më udhëzon shprehje e kohës tashme, që do më thonë në vazhdimësi më udhëzon. Edhe unë nuk mundem në asnjë mënyrë me u pavarësu edhe me u nda prej nevojës për udhëzimin e Zotit fuqiplot. Walladhi yut'imuni wa yasqin. Dhe i cili më ushqen e më jep të pi. Edhe këto të dyjat në kohën e tashme për me tregu vazhdimësi. Ta shprehja tjetër, wa idha maridtu fa huwa yashfin. Nuk thot Ibrahimi a.s. ai i cili më sëmur dhe më shëran. Por thot dhe ai i cili kur unë sëmurem, ai më shëran. Etika, edhe pse edhe smundja, e përmendum edhe e dim, është e pamohshme, është sprovë, të cilën e çon edhe e zgjedh për robërit e vet Allahu fuqiplot. Qysh e pse nuk dim na me deshifruas, nuk dim me shpjegu. Mirë po është e pamohshme që edhe smundjen Allahu e çon, mirë po pejgamberët e Allahut kishin shumë kujdes që në shprehjet e tyne mos mi përshkru Allahut diçka që është e pakëndshme. Po tha, wa idha maridtu, e kur unë smurem, fa huwa yashfin. Ai më shëron, ai më jep shërim. Plot ka shprehjet të pejgamberëve që flasin çështo për Allahun fuqiplot, e mësimet e këtilla për një men janë interesante, që edhe na me pas shumë kujdes kur flasim për Allahun, me fol me shumë edukat. Mundet diçka me kon e sakt që themi, por mundet mos me tingëllu etike në raport me Allahun. Për shembull, njerëzit tonë e kanë shprehi me thonë, ai nalt. Është vërtet që Allahu është nalt. Po unë menoj që nuk do të me thonë ai nalt. Po do të me thonë Allahu, Zoti i gjithësisë, Zoti i tokës edhe i qiejve. Se kjo ai nalt, ai larg, ai atje, ai kështu është shprehje e cila nuk tregon afërsi. Ndërsa na me Allahun fuqiplot do të me pas kujdes, do të thonë edhe edukat edhe etik që në shprehjet tona Allahun me përmend ashtu që është mas miri, me fjalë të përzgjedhura të cilat tregojnë prej anës tonë për ulje, madhrim, respekt. Walladhi yumituni thumma yuhyin, dhe ai i cili më bën të vdes, por edhe më ringjall. E këtu nuk tha kur unë vdes, për arsye se kish mujt me u kesh kuptu që vdekja po ndodh ka pas zgjedhjen e Allahut, por ringjalljen po e bëj ka Allah. Jo, ai i cili më bën të vdes, edhe më ringjall. E tash vije ajo më e bukura që e ka thonë Ibrahimi a.s. Walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din. Dhe i cili kam shumë shpresë edhe shumë lakmoj që të mi falë gjunahet në ditën e gjykimit. Çfarë shprehje e bukur. Dhe i cili kam shumë shpresë edhe shumë lakmoj që të mi falë gjunahet në ditën e gjykimit. Është një transmetim të muslime. Aisha radiallahu anha i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, u konë një Abdullah ibn Jad'an, e kom burri mirë, ju ka një mu njerëzve, ka mojt lidhje fare fisnore, ka pas sjellje, ka pas kështu, ka pas ashtu, po ka vdekë në shirk, qa bon Allahu me ta? Sigur na që shpesh herë kemi këse dhëmbshuri, me thonë kushtimisht për njerëz të caktuar, filoni bra u konë burri mirë, sahi s'u konë musliman, ose s'ka fal namaz, ose s'ka bo kështu, ose s'ka bo kështu me njerëz, u konë i sjellshëm, u majt mirë, u majt men për mirë. E për këtë Abdullah ibn Jad'anin ose Jud'anin,
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, oj Aisha, Allahu aton nuk e çon në xhennet, si ky kur njët s'ka thonë, atme o yaghfir li khati'ati yawmin din. Kur s'ka thonë une, ma e mëtë që Zoti ka mi falë gjunahet. E qysh mi a falë gjunahet në mosbesimet edhe të shirkut, diku i cili kur nuk ka shpresu prej Allahut fuqi plot. Në anën tjetër, Ibrahimi a.s. me këtë shprehjen dhe i cili kam shumë ymët, shumë shpres, shumë lakmoj që me mi falë gjunahet në ditën e gjykimet, në mes tjerash e ka shpërfaq një modesti të skajshme. Na po flasim për një burr shumë të madh, na po flasim për një personalitet shëmbëltyr, po shëmbëltyr për neve e pa arritshme, po edhe për shumicën e pejgamberve, te i kaluse. Dy khalila i ka pas Allahu, Ibrahimin edhe Muhammedin alayhi salatu wassalam. Këtë drejtë as pejgamber tjerë se kanë mri, e le ma na dikosh. Mirë po, ai po e jep një shembull të modestisë së skajshme, për arsye se s'po flet për veti, tash kur foli për Zotin, e Zoti jam kështu, tash Ibrahimi alayhi salatu wassalam po flet vetëm për lidhjen e vet individuale me Allahun. Ata krejt që apo i rinë kërshi, ata krejt me Allahun kërkun heq, përkundrazin një lajfitje të thellë. Po prap për veti, s'po thot, e une bura ju keq me këta idhuj, qërone sa mirë me Allahun, po thot, dhe i cili unë shpresoj me mi falë gjunahet në ditën e gjykimit. Do thonë, s'po e lavdron vetën, po e përshkruan vetën si njeri me tmeta, me gabime, me gjunahe. E ta shtrohet pyetja, a kanë pas pejgamber gjunahe? Si tonat, sigurisht jo. Edhe sa tonat, sigurisht jo. Por kanë qenë njerëz. Edhe në suazat njerëzores, i kanë pas edhe ata dolshime, do gabime, cilat llogaritën gabime të vogla, edhe ajo devotshmëria e tyne e rrallë, edhe shumë cilësore, i ka bo ata që edhe që ato gabimet e vogla me i konsideru shumë të mëdhaja, edhe tash në një identifikim të shkurt edhe me fjalë pak të vetvetes edhe të Zotit vet, Ibrahimi a.s. mes tjerash po e potencon edhe dëshirën e tij dhe lakmin e tij dhe nevojën e tij që Allahu më ia fal gjunahet. Po çfarë gjunahe ka pas Ibrahimi a.s. Ose çfarë gjunahe ka pas një pejgamber i Zotit, cilat Zoti paraprakisht s'ia ka fal. Ai kanë thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po pse përmonon veten kaq shumë kur ty Allahu t'i ka fal gjunahet? Edhe ato që ai ke bërë, edhe ato që do t'i bësh deri në fund të jetës. Gjunahet, domethënë gabime të vogla, lëshime brenda kornizës së asaj çka bojnë pejgambert. Megjithatë, me gjithë ofertën e Zotit, pejgambert gabimet e veta i kanë po edhe i kanë trajtu si shumë serioze. Edhe pse ato në raport me Allahun kanë qenë të garantume për me u shly edhe me u fal, po për neve është mësim i madh nderuar vëllezër. Nëse Ibrahimi a.s. thot, kam qef Allahu me mi fal gjunahet në ditën e gjykimit, e që s'kontestohet kjo punë në hak tina, atëherë ku është cili do prej neve që ndoshta kjo lakmi, kjo dëshirë, kjo shpresë do të me qenë shumë prezente të secili prej neve, ama jo e zhveshon deri në fund edhe prej një dozë të frikës, jo të dyshimet në asnjë mënyrë, po një dozë të frikës që Allahu kem qef me na fal, po çka nëse s'na fal? A ka mundësi mos me na falë Allahu neve? Ka mundësi. A ka pos mundësi, jo mundësi e Allahut, po a ka mujtë me ndodhë që Allah mos me i falë pejgambert? Jo, për shkak se Allahu ka thonë i fali. A neve, s'kemi kur zot garantume, kështu që kjo shprehje e Ibrahimit a.s. do të me qenë shumë frymëzuese për secilin prej neve, ashtu sikur edhe lutja që pastaj Ibrahimi a.s. e ka bon vijim, Rabbi hebli hukmen wa alhiqni bis salihin. Zoti jam, më jep dituri, më jep të kuptum, të drejtë, sakt, dhe më bashko me të mirat.
që të lutje bën me e bo dhe na, me thonë Rabbi, hebli hukmen, wa elhiqni bis salihin. Allahu im, mjep dituri të hajrit dobishme, edhe më bashka me njerëzit e mirë. Kush do me mësu edhe në original, kjo është në ajetin 83, pastaj pjesa tjetër e lutjes së Ibrahimit a.s. O gja'al li lisane sidqin fil akhirin. Edhe ma mundësa që me të drejt të më lavdrojnë njerëzit në brezat e ardhshëm. Çka do me thonë me drejt të më lavdrojnë? Kur flasin për mua, le të flasin mirë, por le të flasin çka është, jo çka s'është. Për arsye se njerëzit edhe gabojnë. Njerëzit gabojnë edhe në dashni edhe në respekt, gabojnë edhe kur i lavdrojnë tjertë, edhe kur i madhnojnë ata, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka tërheqë vërejtje, ka thonë, la tuthuruni kema atharat an-nasara Isa ibn Maryam. Mos gaboni me më lavdru mu gabimisht, edhe me e tepru që kanë botë krishterët me Isajin të birën e Merjemës. Se ata e kanë qu qasnalt Isajin, e kanë qu në deregjet Zotit, Allah i na ruaj. Pejgamberi ka thonë, është legjitime me fol mirë për pejgamberin, edhe me e lavdru, edhe me e dash shumë, edhe me e respektu shumë, po jo me ngrit në deregje ose në shkallë mbi njerëzore, në asë një mënyrë jo. E Ibrahimi a.s. me këtë formulim të lutjes e ka bo një formulim të mrekullueshëm, kur ka lyp lisan e sidq, le të flasin mirë për mu, po le të flasin atë që është e drejtë, e sakt, e jo atë që është e gabume edhe e pasakt. Gjithsesi, këto bën me parashtru një pyetje, e qysh tash, a do të me i bo punë veç për Allahun, apo po dashka me lyp njeri edhe lavdata? Njeri nuk do të me lyp lavdata, por me ju drejtu Allahut, pra nuk do të me lyp lavdata prej njerëzve. Dhe Ibrahimi a.s. nuk i ka lyp prej njerëzve, i ka lyp prej Allahut. Që veprën që e bëj o Zot, ta bëj për hir tonin, po njerëzit ndër breza le të reflektojë që ajo vepra ime. Le të reflektojnë edhe le të japin mësim që ato qëndrimet e mia, që ato fjalët e mia. E masone i kalim the, a peshen na për një takim, për një nej, flasim për Ibrahimin a.s. me 100 herë e përmendim, me 100 herë themi a.s. Po që edhe bekimi Allah të qoftë, që kjo është lisan e sidq, me përmend, me drejt, me hak edhe me i qu selam, ashtu qysh është mas mire. Pra, nuk prish punë edhe na, ose nuk do të me na pengu, apo ma mirë me thonë, nuk vjen ndesh me sinceritetin, i cilë është shumë i kërkum për neve, nuk vjen ndesh me sinceritetin nëse veprat i bojmë publike, po edhe bëmja atyne publike bëhet për hir të Zotit, jo për me marrë lavdata dhe dekorata, e njerëzit pastaj kanë me folë për ty. E kur të lavdojnë edhe flasin për ty, ti thuj, shumë kam qef Allah me mi falë gjunahet. Ati që mas me ti vetë janë hojtë që të bëhet balansi. Edhe masani thuj e Zot, që të vepra që unë i bëj për ty, le të kenë ndikim sa më të madh, se sa më shumë ndikim me pas, aq më shumë shpërblehesh te Allahu fuqiplot. Do thonë me u udhëzu prej fjalës tane, prej veprës tane, prej shëmbulltyrës tane, një njeri, ti ke fitu shumë, ma mirë se devet e kuqe, ma mirë se që ka ngrohtë dielli, e kështu me radhë. Po, me u udhëzu edhe me përfitu 2 njerëz, është 2 fishi, 10 njerëz, 10 fishi, do më thonë s'ka kur gjë të keqe, që vepra të bëhet publike, po jo të synohet publiku, po të bëhet publike e nëpërmjet saj të synohet Allahu fuqiplot për një ndikim më të gjatë. Waj'alni min warathati jannatin na'im, edhe më bëj trashëgimtar të xhennetit të kënaqësive. Krejt këto të mira, më jep dituri, e më bë bashkë me njerëzit e mirë, e letëm përmenit njerëzit në dunja, e kretë po këtu e në dunjas, ama në akhirat më bëj prej atyne që e trashëgojnë xhennetin e mirësive. E tash vjen ajo pika tjetër që lidhet me ato që thashën në fillim. Ibrahimi a.s. e ka pas një bab të keq. U kon njeri i keq.
A u konë babi keq, nuk e di, po u konë njëri keq. Edhe unë shpesh ju thëmë, do t'jemëtri ka njerë entuziast, jo baba jem s'po beson, jo baba jem po bën hajgare me fe, jo baba jem po thot kështu, po flet hashamet që themi ne, ose në gjuhën fetare, po flet kufër. Ndodh kjo, po gjithmonë unë e kam shprehime i thonë, a është baba jëtë ma i keq se baba Ibrahimit a.s. Edhe a jeti ma i mirë se Ibrahimi a.s. Në të dyjat përgjigje është jo, aso është taj ma i keq, pavarësisht që mundët me kanë kogja në dalalet, kogja në lejthitje, po ma i keq se baba Ibrahimit a.s. s'mundët me kanë. Me përgjithsi e thënë. Po edhe ti sigurisht nuk je ma i mirë se Ibrahimi a.s. E thash këthau të Ibrahimi a.s. dhe kështu shosil me babën e vetë. Edhe me rëmësim, të surja Merjem, aje kërcënoj ke kjo i thë kjo, o baba jem shumë i respektum, o baba jem shumë i dashtë. Këtu gjithat zarar që ja boni, edhe në fund, Ibrahimi a.s. në ato lutjet që i ka për veti, po gjenë forcen me thonë, waghfir li ebi, innehu kane min ad-dallin, o Zot, fale babën tem. Se ai ka qenë në lajthitje. Fale babën tem, se ai ka qenë në lajthitje. E kanë trajtu djetarët, komentatorët e Kuranit, këtë lutje të Ibrahimit a.s. nga kanë të vështrimet të ndryshme. Dikush ka thonë, ndoshta Ibrahimi a.s. e ka bo këtë lutje duke qenë baba i tij gjallë. Bolli keq, po duke qenë se u konë gjallë, Ibrahimi a.s. e ka pas halani shpresë, o Zot, udhëzoje, fale. Sa është në lajthitje, hiqe për i lajthitje se që të në udhëzim. Edhe kjo kogja e logikshme është. Edhe këtu mësimi është, kur mos heq dorë prej njeriut, që ty do këtë se ndoshta karshit keq, edhe o lajthit ka shku largë, po ku e din të ndoshta Allahu e udhëzon. Ka pas plot njerëz në histori që ka ndodhur me ta udhëzime, pas një lajthitje të madhe. Po merre pastaj shembullin e pejgamberëve ku secili prej tyre deri në momentet e fundit nuk kanë heq dorë prej gjithë atyre që eventualisht i kanë kundërshtuar. Mesin e tyre është edhe kjo lutje që Ibrahimi a.s. thotë, waghfir li ebi, o Zoti jam, fale babën tem se ai ka qenë në lajthitje. Ose pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në momentin e fundit të munu për axhën e vetë Abu Talibin. Ose pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prap kur ka bë dua, o Zot, cili prej dy Omerave është më i dashur për ty, udhëzoje, forcoje Islamin me te. Ata dy Omera kanë qenë Omeri i biri i Khattabit edhe Amri i biri i Hishamit, që është Ebu Xehli. Thonë për Ebu Xehlin ka gjetë forcë me bë dua. Nuhi a.s. deri në momentin e fundit. Paramendoni Nuhit a.s. Allahu po i thot, innehu le yu'minu min qaumika illa man qad aman. Çata që besun deri stash, mo asnjë njeri vetëm s'ka me të besu ma shumë, mas që soi Nuhi a.s. hala po e thirr djalin e vet. Edhe hala po lyp prej Allahut o Allah. Çish s'ma pështove që djalë. Kjo është dashamirësia. Nuk mundu me i thonë gabim, nuk mundu me i thonë kundërshtim me udhëzimin e Allahut. Nuk mundu me thonë qysh Ibrahimi a.s. me thonë, o Zot, fale babën tem, ndërsa është ndalume për mushrikët me boj istikfar. A është ndalume për mushrikët me boj istikfar? Po, tonë e dim. Po Ibrahimi a.s. tha, o Zot, fale babën tem. Disa madje kanë thonë, jo s'ka të bëj me të vdekun, me të gjallë, po edhe mas vdekjes Ibrahimi a.s. qaç ka ndike qarë dhe ka thonë, Zot, fale. E ka ditë që Zoti se falë, po thotë e ka shpreh një lloj dhëmshurie, një lloj dashamirësie për babën e vet. Ky është mësim shumë i madh. Ky është, po mendoj, na kanë heri kapim gjonat mrapsht për arsye se flasim për Zotin, flasim për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, unë flasim njerëzve për fe, për namaz, për agjërim, e qesim personale. Me kanë, me babë, me nanë, me vlla, me motër, me gru, me burr, me fëmijë, me kojshi, me kosheri, me personale. Pë Zotit vra, pë Allah, ta thejt qafën, ti që rovë cyt, pse mëra vlla, ka dale? Kush, pse, çka po të dhem ty nëse ai është gabim? Shfrytëzo rastin ti me fitu. E mundesh me fitu me një lutje, po me mallkim, e me sjellje të keqe, kur një jetë s'mundesh me fitu. Përkundrazi ki me hup. Qysh ka hup ai ata dy shokët të Bene Israilt.
Një moment ai i miri, gjoja u bë nervoz dhe i ka thonë, ty dosti jam, kur Zoti s'ka me të falë. Ky deristash i mirë, i ibadetxhi, e poruhet prej haramet, e pekshillon shokën e vet, i cili punë kërcysh hiç, po në fund u bë nervoz, tha, kur tha ty Zoti s'ka me të falë. E Allahu i ka ringjall, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka thonë, çka të shtini ty me thonë ashtu, a e dishe ti që se fali on, ata merr kemenja që mundesh me pengu me e fal, e çe po e fali? Çe po e fali? E ty po ti prishi veprat. Andaj në këtë aspekt do të më konë shumë të kujdesshëm. Është për një mend, është shumë fisnike, është shumë fetare, është shumë muslimane me të dhimbë zemra për këtë fe, edhe për këtë besim. Që i ka dhimbë zemra pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po këtu shejtani rrin te një udhkryq që na nuk e vrejmë kur na e qetaj perdën, mos me na lon me shku anej ka dohet e me na kthy anej ka s'dohet, kur na të menu që po bëjmë mirë, fillojmë me u armiqsu me njerëz, e mos sjell keq e vrazhd e kështu me radhë, gjatë që pejgambert e Allahut nuk e kam bë. Nuk e kom qyrë orën në saja kena nis, po mdoket koxa shumë më bë. Veç gati e kena. Ibrahimi a.s. sikur edhe gjithë pejgambert, formulimin e lutjeve e kanë mësim në veti. Dhe më thonë, lej udhëzimet, thirrjet, sqarimet, që janë shumë madhështore. Veç lutjet mja u këshyrë pejgamberve, njeri mëson shumë. E në mes tjerash, thot wala tukhzini yawma yub'athun, o Zot, mos më poshtna në ditën e ringjalljes. Mos më poshtna në ditën e ringjalljes. Kush po lyp? Ibrahimi a.s. Njeri i garantum, po i garantumi, për që ta është i garantum, i miri, për që ta është i mirë, se gjithmonë tutat. Siguraj që i ka thonë ati hoxhës, ai djali i ri, ka thonë o gjëvende, më ka hini vezvese, po tutna, mos jëmë bo munafik. E djali i mirë, i devotshëm, i kujdesshëm, i përmbajtur, po pak edhe ka kalu në vezvese, edhe hoxha i meqëm, i ka thonë, jo birë, heq më së tëtë, se si e munafik. Po ku pedin ti? Po tha, të shekon munafik, si shetut. Të shekon munafik, nuk e kështë pas këtë frikë, këtë vezvese, kështu që sigurau, si e munafik. Njëri i mirë, pse është i mirë? Mes tjerash edhe pse qasin ndaj vetvetes e ka gjithmonë kritikuse edhe qortuse. Për arsye se që kjo është aja që se len me deviju. Çka e pengoj Othmanin radiallahu anhu, Hazreti Osmanin, kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma dharra Othman ma amile ba'd al-yawm. Mas sodit, çka do të punon Osmani, nuk i bën zarar. Çka e pengoj mu çu me lon namazin e me pirë alkohol, me bo ato. Çka e ka pengu? Se ka pengu, kjo garancë dhe kjo përgëzimi pejgamberit, po e ka pengu se u kom burri mirë. E për çata e ka pas e ka marrë, e ka meritu këtë shpërblim edhe këtë përgëzim. E qështu e në kone edhe pejgambert. Wala tukhzini yawma yub'athun, o Zotë jem, mos më poshtna në ditën e ringjalljes. Yawma la yanfa'u malun wala banun, atë ditë kur kërkuj s'ka me i bot dobi, as pasunia, as evlat, dobi do të ketë veç, illa men atallaha bi qalbin salim, dobi do të ketë vetëm ai i cili vije tek Allahu me zemër të shëndosh. Realisht kjo është puna më e rëndë. Kollaj është me falë namaz, me agjëru Ramazan, me dhonë zeqat, me shku në haqë, me shku në luft, këtë jenë kollaj. Zemrën, me majtë pastër edhe mirë edhe shëndetshëm, që kjo është shumë e rëndë, po pse është e rëndë, ka vlerën edhe peshën shumë të madhe, edhe pse është e rëndë, nuk është e pa arritshme.